Të koleksionosh stolit e grave shqiptare nuk është aq e lehtë. Lulzim Ferhati merret që prej 10 vitesh me këtë pasion të veçantë. Sot, rrëfen mbi këtë koleksion stolish që përfshin të gjitha krahinat e Shqipërisë dhe që sipas ekspertëve është trashëgimi me vlera të mëdha kulturore e etnografike. Gjithçka ka nisur me një rastësi të bukur, blerjen në një kryq mirëditor para shumë vitesh që daton edhe piknisjen e koleksionit të stolive. Për të hapur ekspozitën e parë, mu ka desh 3 vjet e gjysmë përgatitje. Vetëm për të hapur një ekspozitë 3 vjet e gjysmë përgatitje. Sepse këto tablo nuk janë thjesht stoli. Këto janë të gjitha studuar nga ana etnografike. Kur flasim për marsinë e madhe, një nusje nga marsia e madhe, këtu i kanë gjithë stolit që ka ajo vaj gruaja nusja nga marsia e madhe. Nuk i mungon asgjë. Duket nga brezi, që shumë kush kujton se është brez burrash, në fakt ai është një brez grash, sepse ne nga leximet, nga gjitha e dim që në veri i thoshin edhe gruas burnesh, gruaja e shtëpisë burnesh. Nusja kuptohet që ka stolit më të lehta, sepse do bënte edhe punët e shtëpisë, do të ishte edhe më fine, duken dhe stolit janë më elegante se sa zonja e shtëpisë. Është 64 vjeç se ka hapur një sër ekspozitash me koleksionin e stolive të grave shqiptare, por këto që shohim janë vetëm 1/3 e koleksionit të tij. Në një moment ka bler kapicën, në një moment ka bler brezin, dhe duke punuar avash, formosha gjysmën e vendosën në kornizë, kur gjesha i Gjerdan e vendosën, në fund bësha ballabaqimin historiko etnografik. Lulzimi nuk koleksionon vetëm stoli, por edhe furka nga e gjithë Shqipëria. Deri më tani, numëron 107 furka nga të gjitha krahinat. Ai thekson se koleksioni i tij i stolive, furkave dhe kartolinave është i certifikuar. Unë i quaj furkat si pjesë e stolive të grave, sepse furka vetë është stolisur. Ja të shohim një furkë këtu. Është stolisur dhe bën habi. Këtu shohim një art geometrik që vjen nga superlashtësia. Dhe do të konceptojmë kush e ka gdhendur këtë furkë. Te ka gdhendur një barin majt malit. Atëherë kush e shpjegoi këtë art? Që këto janë shenja pagane, komplet. Kjo tregon që të parët e këtij bariu kanë punuar bukur. Dhe ky është një art që është trashëguar brez mas brezi. Sa vjeçare mund të jetë kjo furkë? Kjo furkë është 100 vjeçare. Kjo furkë është punuar në vitet 46-50. Ishte simboli një shqiponje hapur, bariu, ka futur dashin me këmbor dhe kullën e vet. Në plajet e tij të afërta ai dëshiron që të grumbullojë materiale nga trojet shqiptare për të mbyllur kësaj një cikël të tërë etnografik, trashëgimtar të cilit do të jenë 3 fëmijët e tij.